Gavrilo Milosavljević nga Istoku, i cili akuzohej nga Prokuroria Speciale për krimet e dyshuara luftën e burgun e Dobravës në vitin 1999 u lirua nga akuzat. Gjykatësi i Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë gjatë leximit të vendimit theksoi se Milosavljević u lirua nga akuzat për arsye se nuk u provua se ai kishte kryer krime për të cilin akuzohej. Milosavljević u arrestua me 2 dhjetor të vitit 2022 me dyshimin për pjesëmarrje në vrasje masive të burgosurve me komsi shqiptare në burgun e Dobravës nga 22 deri në 24 maj të vitit 1999, kur u vran 109 të burgosur dhe u plagosën 108 aktakuza kundër tij u ngrit në nëntor të vitit 2023. Në gjykatën themelore në Prishtinë filloi gjykimi në mungesë për krimet e luftës në Mej, për të cilën akuzuan 53 persona, përfshirë gjeneralet e ushtrisë jugoslave. Prokuroria Speciale akuzon ata për krime në të cilën u vran 370 civil shqiptar, si dhe për dëbimin dhe shkatrimin e plaçkitjes së pronës. 50 serbë dhe 3 shqiptar akuzohen për një ndërmarrje të përbashkët kriminale, e cila është e listuar në aktakuzë si aksioni ushtarak o policor lumi i keq dhe për 2 aktakuza. Nuk ofrohet përkthim për gazetarët që raportojnë në serbisht dhe të akuzuarit përfaqësohen nga avokat të caktuar sipas detyrës zyrtare. Avokati dhe ish prokurori ushtarak Dragan Pashić vlerësoi se aktakuza nuk i plotson kriteret e nevojshme të dyshimit të justifikuar dhe se është e paqartë në formën e saj dhe e paplot në shumë pika kyçe. Avokatja nga Graçanica Milka Milosavljević, e cila si avokate mbrojtëse sipas detyrës zyrtare përfaqëson disa të pandehur në raste të ndryshme, thotë se është më mirë që të pandehurit në mungesë të përfaqësohen nga avokatët me komsi serbe, pasi ata ndryshe nga shumica kolegëve të tyre shqiptar u bëjnë pyetje të shumta dëshmitarëve. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti deklaroi se procesi i normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë nuk mund të papërojë pra përmbushjen e disa kushteve themelore nga Beogradi, njëri për të cilëve është edhe ekstradimi i Milan Radojčić. Kur e pyet për deklaratën e presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump se në mandatin e tij të parë ai parandaloi luftën Kosovë-Serbi dhe se do të riangazhohet në dialog dhe do të inkurajojë procesin e normalizimit, Kurti tha se Serbia po shkel marrëveshjen themelore të arritur midis 2 palëve. Drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković deklaroi se të gjithë e dinë që kryeministri Albin Kurti hodhi poshtë marrëveshjen e Washingtonit, kështu që tani është komike që ai vlerëson rolin e Shtetet Bashkuara dhe sulmon Beogradin. Ai vlerësoi se Kurti nuk dëshiron marrëveshje ose dialog, por dëshiron të dëbojë serbët. Në një postim në rrjetin social X, Petković theksoi se Kurti ka refuzuar të përmbush marrëveshjen e Brukselit për 12 vjet dhe theksoi se Kurti dëshiron vetëm të dëbojë serbët. Ish-ministri për integrimin evropian të Kosovës Bekim Çollako tha se njoftimi i presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump se do të riangazhohet në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës është një provë e qartë se administrata e re amerikane ka një kujtesë të qartë për atë që ndodhi në Kosovë. Sipas tij, edhe nëse ekziston një vullnet i mirë i Shteteve Bashkuara të Amerikës për të përfshirë përsëri në zgjidhjen e konfliktit midis Kosovës së Serbisë, klima politike në Kosovë do ta bëjë këtë shumë të vështirë. Bashkëpunëtori i lartë i Qendrës për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë Igor Novaković vlerësoi se pavarësisht deklaratave të zyrtarëve të Prishtinës dhe disa analizëve perëndimor, nuk ka shans që Kosova të bëhet antare e NATO-s, përveç se nëse ato vende që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës mbështesin atë.
Analisti politik Mazlum Baraliu vlerëson se pavarësisht konsenzusit të nevojshëm të të gjithë anëtarëve për shkak të rrethonave të reja gjeopolitike, Kosova mund të bëhet pjesë e NATO-s përmes njëri prej modeleve indirekte, duke përmendur partneritetin përparë si një nga ato mënyra. Konsulentin e fushën e gjeopolitikës dhe sigurisë Nikola Lunić vlerësoi se do të ishte një precedent për NATO nëse pa përmbush të gjitha kriteret, Kosova do të pranohej si anëtare aleancës për së shkak të trazirave gjeopolitike. Një skenar i tillë nuk duhet përjashtuar. Ai shton se Kosova nuk i plotëson as kriterin bazë që të jetë anëtare e Kombeve të Bashkuara. Moti nesër pjesërisht me vranësira pak më i këndshëm në veri dhe perëndim dhe shira lokale me bubullim pritën në jug perëndim, i kthjellë dhe shumë i ngrohtë në lindje dhe juglindje do të fryjë e lehtë ose e fortë vere perëndimore. Temperatura mëngjesi do të sillet nga 10 deri në 20, kurse ajo maksimale ditore nga 27 deri në 33 gradë Celsius në lindje të Serbisë.